Kjo sure është një sure shumë e dashur të pejgamberit jon alayhi salatu wassalam, po për te kësaj kjo sure është vetë jeta e besimtarit. Kjo sure kur njeriu vendoset në pjesën më të ndershme, në pjesën në të cilën më shumë ti e tregon se i është bind Allahu te bareke ve teala, mo aty e zbaton urdhrin e kësaj sureje. Neve kur zbresim në sejdë dhe vendosim ballin ton në tokë për ta madhruar Allahun subhanahu wa taala, çfarë themi? Themi subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Do më thonë themi subhana rabbi al a'la, i pastër, me plot pastërti, me plot përçosmëri, është Zoti jem më i larti. Kjo formë, kjo trajt e kësaj shprehje nga ka ardhur nga kjo sure. Sureja el a'la, surja 87 me radhë në mushaf. Thot Allahu te bareke ve teala: Sebbih isma rabbikel a'la. Ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, bani tesbih, madhroje, pastroje, bindu në lartësinë e emrit të Zotit tënd el a'la, më të lartit. Kur zbriti kjo sure, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: ij'aluha fi sujudikum, bëneni këtë ajet zbatimin e saj në sejdët e juve. Andaj në çdo sejdë thojna subhana rabbiyal a'la. Andaj kjo surë është surë shumë e madhe. Surët e zënd kanë thënë dietarët, krejt Kur'ani është për qëllim sebbih isma rabbikal a'la, madhroje emrin e Zotit tanë më të lartit. Ndërsa dietarët në shpjegimin e kësaj sureje janë dalë gjanë e gatë, nga se një sure e cila përmban vetveti domethënien dhe përmbajtjet e përgjithshme të Kur'anit është sure shumë e madhe, derisa pejgamberi alayhi salatu wassalam e lexonte në xhumë këtë sure. Ndërsa xhumaja është argument se pejgamberi alayhi salatu wassalam ja u ka përcjell këtë sure krejt muslimanëve dhe ka pas dëshirë të gjithë që ta mësojnë ata. Gjithashtu e ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wassalam për Bajram këtë sure, ku jam mbledh krejt musliman, ja u ka lexuar sebbih isma rabbikal a'la. Dhe rast tjetër Muad ibn Jabelit, ku Muad ibn Jabeli ishte imam me një lagje dhe atje lexonte surën Al-Baqara, surë e madhe, surja e dytë e Kur'anit. U ankun disa prej tyre, po ja Rasulullah, surja Baqara e gjatë, s'u ne durojnë ana, thuj Muadit le ta shkurtoje. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha: o Muad, lexoje surën sebbih isma rabbikal a'la, të mjafton tyje. Të mjafton ty me lexu këtë sure. E çka thuhet këtë sure? Shiko vetëm kjo ajet i parë. E gjithë jeta jon, detyra jon, për të cilën ka krijuar Allahu te bareke ve teala, është sebbih isma rabbikal a'la. Kanë thënë dietarët, kjo manifestohet në 4 fjalë të cilat kanë ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhikri më i ardhur në Kur'an është subhanallah. Mos shumë që kërkohet për neve me e thanë është subhanallah. Tjetra elhamdulillah. Tjetra la ilaha illallah. Tjetra Allahu akbar. Dietarët kur i kanë studiue dhe i kanë mbledh me një vend, pastaj i kanë shoshit mirë, e kanë nda mirë se cilat kanë ardhur më shumë ti prej dhikreve, prej përmendjeve të Allahut te bareke ve teala nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kanë thënë dietarët krejt boshti janë çto 4 fjalë. Krejt boshti çto 4 fjalë, ndërsa krejt boshti i fesë kanë thënë është çto 4 fjalë. Cilat janë këto 4 fjalë? Të cilat na i thojna. Na alhamdulillah i thojna, por pak i kuptojmë ato. Pak i kuptojmë ato. E para prej tyre dhe më boshti i tyre është subhanallah. Subhanallah. Andaj ti shiko për shembull çka thuhet ti në ruku. Subhana rabbiyal azim. Çka thuhet në sejdë? Subhana rabbiyal a'la. Çish janë is namazit? Subhanakallahumma. Shiko kjo sa shprehjes aty, sa shpesh vjen me lexue dhe me dhan dhe me madhru Allahun te bareke ve teala. Çfarë do të thonë kjo subhanallah? Ja se fatkeqësisht shpesh kur bojmë tesbih
e shef njeriu se vetëm s-ja i dëgjohet. Subhanallah, subhanallah, pastaj ja nis vetëm s-ja dhe nuk dëgjohet subhanallah. Nuk e thot, nuk e mbush zemrën e tij dhe gjuhën e tij me emrin subhanallah. Çfarë do të thotë subhanallah? Kanë thënë dietar, subhana do të thonë dikush i cili se ka asnjë tmet. Nuk e ka asnjë tmet. Andaj ky emër nuk i takon pos Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët, sa do që një mjet, një krijesë të mërinje më kanë shumë e mirë, shumë e bukur, shumë e mrekullueshme, sa do që na mundohemi me pasë, s'ka asnjë tmet, s'lejohet mi thon subhane. Se pa tjetër e ka një tmet dikun. I vetëmi i cili e meriton këtë shprehje subhane është vetëm Allahu te bareke ve teala, se s'ka asnjë tmet. Andaj kur ti thu subhanallah, ti e tu thon e madhroj Allahun i cili besoj binqëm se ka asnjë tmet, as në fuqi, as në ilm, në dije, as në krijim, e as në menaxhim, në të gjitha është i plot. Pra kur krijon është i plot, kur jap jetë është i plot, kur merr jetë është i plot. Në çdo sens që e bën Allahu te bareke ve teala është subhane, është i madh. Andaj kur e thuti subhanallah, ai ndjen këto. Çka e tu thon? Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur kishte ndonjë sfrovë dhe subhanallah, e çetsonte vetveten e vet me emrin e Allahut te bareke ve teala. Kur mahnitej diçka thonte subhanallah, a çështu pas kanë thon, pra e dërgon të gjithmonë dhe përmend të gjithmonë çështjen e Allahut te bareke ve teala. Pra sebbih isma rabbikal a'la, do të thonë madhroje emrin e Zotit tan më të madhit, s'ka më të madh se ai. Pastaj shprehja tjetër e cila e plotson jetën e besimtarit këtë botë, cila është elhamdulillah. Elhamdulillah. Falëndërimi i takon vetëm Allahut. Hamd, çfarë do të thonë hamd? Hamd do të thonë ati i cili meriton me i thonë faleminderit edhe kur t'jep, edhe kur s'tjep. Që kjo do të thonë elhamdulillah. Andaj na thonë elhamdulillah në fukarallëk dhe në zengillëk. Te tudhia thonë elhamdulillah. Pse? Se Allahu kur t'ka dhënë e ka meritue me i thonë faleminderit, po edhe kur s'jep ai meriton me i thonë faleminderit. Pse? Sepse ai jep dhe nuk jep me urtësi, me dije. E di pse s'jep ai. Andaj na thonë elhamdulillah. Kanë thonë dietarët, kjo shprehje ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, surja al-Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin, mu ka zrit veç mua. Sepse ky ummet është ummeti më i përsosur, i cili e madhon Allahun më së miri që ka mundsi. Kur e kanë studiuar dietar surën al-Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin, kanë thonë mu pas mbledh këtë njerëzit, edhe me menu qish me falenderu Zotin, s'kishin dit me thonë çka shprehje. Allahu na ka lecu neve, ka thonë thuni elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falenderimet, lëvdatat, lartësimet më të plota janë vetëm për Allahu xhelala, për kërkan tjetër. Njerëzit kanë në jetët e tyre plot hamda. Njëri ka shefin, njëri ka euron, njëri ka dinarin, altanin, dikush ka familjen. Njerëzit kanë plot e falenderojnë, i bojnë tavaf plot sendeve, por besimtari i kullum, i cili e ka bindje se çdo e mirë, edhe nëse vjen me sebeb, ajo ka ardhur pejgamberi sallallahu te bareke ve teala, ai fillimisht thot elhamdulillah, mos ani thot dikujt faleminderit. Patjetër anë janë me thonë elhamdulillah, pastaj thuju njerëzve faleminderit, s'ka problem. Dhe duhet me thonë atij i cili ka bëu mirë, ama jo me haruat esencën dhe burimin e të mirave. Tjetra cila është për fjalën e cila e ngjesh këtë sure dhe e tregon realitetin e kërkesave të kësaj sureje, është la ilaha illallah. Për të cilin kanë thënë dietarët, për këtë shprehje është krijuar qielli dhe toka. Por la ilaha illallah. Pse është kriju qielli dhe toka? Vetëm me thonë krijesat la ilaha illallah. S'ka zot që meriton me u bind përveç Allahut te bareke ve teala. Dhe shikon njeriu, a ke gjallë u bind me vullnet apo jo, kur të vdes i bindet pa vullnet? A ka dikush që kur ka dek, qoftë besimtar apo besimtar, e ka qur dikun tjetër jashtë te Allahu xhelel xhelaluhu? Thot Allahu te bareke ve teala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum.
Është interesant kjo shprehje kuranore. Prej tokës ju kemi krijuar dhe në tokë, thëtë Allahu ja, na ju kthejna. Kanë thënë dietar, çish Allahu e kthe njërin tokë, a nuk jena na njerëzit që e çojna? A nuk jena na njerëzit që e çojna? Ka thënë Allahu te bar, kanë thënë dietarët në fjalën e Allahu xhallahu ala, Allahu e ban punën që kur të vdesë njeriu, njerëzit vullnetarisht me çujt Allahu te bareke ve teala. Vullnetarisht e çojnë, e lojnë tokë, se s'kan ku me lanë që tërkon. Thëtë Allahu te bareke ve teala, na ju kthejnë aty. Pro ti, si dush bindju vullnetarisht, fiton. Po nuk deshte mi u bind vullnetarisht, çojna pa dëshirë. Dhe krejtë ka mena qua atje të Allahu te bareke ve teala. Andaj për la ilaha illallah është krijuar krejtë universi. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, Allahu e ka zbrit arin dhe argjendin për dy punë. Çto parë që neve na provokojnë dhe na bojnë fitne, e drikujt janë dridhin zemrën, dikujt janë ndrojnë fejen, e drikujt janë ndrojnë mendimin e kështu me radhë. Parë të se ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, fitne e madhe për umetin tem. Ka pejgamberi alayhi salatu vesselam, Allahu e ka zbrit arin, parën, arin dhe argjendin veç për dy punë. Veç për dy punë. Li yuqama as-salat, mu fal namazi. Ha të lidhe tash. Allahu e ka zbrit parën për mu fal namazi dhe mu dhanë zeqati. Për që të punë? Nuk ka zbrit për tjerat. Tjerat janë mjetet të cilat hargjohen. Allahu e ka që parën për me u madhru Allahu te bareke ve teala, për me u ngrit xhamit, për me u madhru e Zoti subhanahu ve teala çdo fushë tjetës. Kjo është la ilaha illallah. A dhe tha Allahu te bareke ve teala, sebbih isma rabbikal a'la, madhroje emrin e Zotit tan më të lartit. Dhe shpreja e fundit, e cila ka ardhur për hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shprehje zbatuese e këtij urdhin kuranor është Allahu akbar. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Kanë thënë dietarët, emri apo shprehja Allahu akbar përfshin çdo shprehje madhështie që i jepet Allahu te bareke ve teala. Wa kur ti thu Allahu akbar, sikur ke thënë hiç ka ekziston krijesë, melaçe, gjin, njeri, qiell, tokë, krejt janë më të vogla se Allahu te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala është më i madh se gjithçka. Ai është krijuesi i parë, pa fillim, pa mbarim. Pa fillim, pa mbarim. Andaj neve hiri namaz me çfarë shprehje e bojna? Allahu akbar. Prandaj him Allahu më i madhi. Pastaj mrena namaz detalizojna. Subhanallah, elhamdulillah, subhan rabbiyal a'la. I shprehimi madhrimet e detalshme dhe se të kam su Allahu te bareke ve teala. Andaj të nderuar xhamatli, kjo surë neve na mëson që në zemrat tona dhe në gjuhët tona s'duhet të ketë dikush më të madh se Allahu te bareke ve teala. Çdo kush i cili e ka në zemër dikan më të madh se Allahu te bareke ve teala, ai nuk e bën ata më të madh, po ai e mendon më të madh. Ai tutet më shumë, ai do të torturohet piç asajane. Kështu kanë thënë dietarët. Çdo kush i cili e do dikan, i tutet dikujna, e madhron dikan, jashtë Allahut piç ati ka mu dënu. Piç anena ka më ardhe keqja. Dhe sa çdo kush i cili e madhron Allahun, i tutet Allahut, i bindet Zotit vetë te bareke ve teala, piçanena ka me ardhe mira. A e dim të gjithë besimtar dhe pa besimtar se e mira vjen vetëm prej Allahu te bareke ve teala. Andaj sebbih isma rabbikal a'la është që neve në çdo fushë jetës ta shprehim, ta manifestojmë, ta nxjerrim pa emrin e Allahut më të madh.